Zgjati gati 2 vite, megjithatë bulevardi Blagoja Toska pritet të jetësohet brenda 2 muajve. Kështu së paku thot kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, duke shpresuar që punimet janë drejt përfundimit dhe se së shpejti të përfundoj ky aks rrugor që pritet të lehtësoj qarkullimin e fshatrave të komunës së Tarcës që lëvizin për në Tetovë dhe ana Sjeltas. Po janë punimet në vazhdim, aty ka ardhur domethënë te pjesa e rreth rrotullimit dhe unë besoj që edhe aty brenda spaku 2 muaj do të kemi përfundimin e punimeve. Kyçja e bulevardit Blagoja Toska në Drenovec do të përfundojë me një rrethrotulim që pritet të shmang kolonat e gjata, sidomos gjatë muajve të verës. Televizioni Koha qëndroi në vendi ku po punohet për jetësimin e këtij projekti, ku takuam qytetarë të zonës, pavarësisht se në vitin 2022 qytetarët dolën në protesta për zhagitje të punimeve. Sot ata ishin më së të lumtur që po ju bëhet rruga, madje disa prej tyre e arsyetojnë tërësisht vonesën. Është afati shkurt, sakt nuk mund të them gjë, po me siguri Terezian që si më duket është në rregull gjithçka për momentin. Por ndryshe si projekte dini se e marrin me sigur është fillu, cop. Tash kjo pjesë, ka që ka kap komunat e Tetovës për momentin është fenomenal. Punë. Jam i kënaqur se ka kusë edhe koha nuk i kalon, po nëse ka qenë kohë lagët shi. Pak të nuk shumë mendoj. Sa do ndihmojë juve kjo si qytetar hapja e kësaj arterie të reja rrugëve? Nëse ju keni shfrytzuar megjithatë të shtruar me kështu s'ka qenë. Sigurisht se dini se rruga është elementi kryesor i qarkullimit, i lirimit të komunikacionit, do thonë ne ndjehemi më të lirë. Super është për ne. Për ne është mrekulli. Kjo udhë e meriton, edhe është në kohën e qellove. Kjo ka një centibuitet. Ama këtë punë që janë rregull këto. Si bas penimit e si shifër, kjo është super. Vesh në të ndreqet, nuk na pengon, vesh në të batë që shdo atë. Masionizma në të ndreqet. Është mirë, kjo është e qellove kjo këto. Se kjo ka pas shumë pengesa. Jo me pa që janë, jo kënena mo, mirë është. Kjo rruga ka nisë me vjeta, ndajsh ndalu, ma shtaj, ka një gjëshmon që ka nisë. Ma para ka penga, shtaj, s'pengon, shtaj, si të asfaltohet, s'pengon. Shiko, unë s'jam partia, as foli për të merën e kësaj partia, as për atë në ka pat punë për të pat. Se që ta i kina kanë, gjithë ato bandere kanë kanë, gjithë ato ujtënë, gjithë ato kanalizime, ato ka pat punë. Apënau për të apënau, qësë se kanë mund, që punojnë për Ramazan, kanë punau në djelët. Do me thonë kryesara në të u banë, a ka nisë që 20 vjetë kjo u dhe dëmojnë, sot nisë ndalu, jesë janë bankën dhe janë rëcake. Kujtojmë se në vitin 2025 Kasami paralemroi se gjatë vitit 2026 do të bëhet edhe vazhdimi i bulevardit Blagoja Toska nga pjesa të shkollat tekstile deri tek rrethrotullimi në bulevardin Ilinden, apo i njohur ndryshe sikur Temema.